Roli dhe kontributi i grave shkodrane në zhvillimin e jetës qytetare, sociale dhe kulturore të qytetit ishte në qendër të aktivitetit Zërat e grave që formsuan qytetarinë shkodrane, i organizuar në kuadër të javës së shoqërisë civile. Përmes referimeve të aktivistëve dhe studiuesve, aktiviteti solli në vëmendje figurat e grave që kanë kontribuar në emancipimin e shoqërisë dhe forcimin e rolit të gruas në jetën publike. Emancipimi i gruas fillon në kohën e shumë të hershme, sidomos në qytetin e Shkodrës. Por këtë emancipim ka gra që e te kalojnë edhe çojnë pas hapi përpara. Pjesëmarrja në jetën aktive na bën ne që të jemi më të lumtur dhe më dashamirës ndaj vlerave të qytetarisë europiane. Në këtë veprimtari një vend të veçantë zuri figura e Shaqe Çoba, themeluesja e organizatës së parë të grave në Shkodër dhe një nga zërat e rëndësishëm të kohës për fuqizimin dhe përfaqësimin e grave në shoqëri. Lëvizja feministe në Shkodër ka filluar prej shumë vitesh dhe një nga iniciatorët e para të kësaj lëvizje ka qenë Shaqe Marie Çoba, një intelektuale shkodrane e cila ka kriju shoqatën Gruaja Shqiptare. Njëkohësisht ajo ka butu edhe revistën Gruaja Shqiptare nga viti 1920 deri në vitin 1921, një periodik kur aty janë ashtni për herë të parë në Shkodër zoni i grave. Pjesëmarrësit theksuan se njohja dhe promovimi i figurave historike është një mënyrë për të ruajtur kujtesën qytetare edhe për të inkurajuar angazhimin e grave dhe vajzave në jetën sociale, kulturore dhe politike të vendit.